Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV. Ditën e sotme do ta nisim me lajme të bukura, do ta nisim me lajme bombastike, por edhe do të komentojmë ngjarjet më të fundit nga showbizi. Fillimisht njëherë ju uroj një të shtunë të bukur, një të shtunë pozitive, e di që keni përzgjedhur detin e Shqipërisë në fakt për të kaluar fundjavën dhe shpresoj që të argëtoheni dhe të shijoni sa më shumë momente të bukura me familjen tuaj. Do ta nisim sot këtë ditë maraton të gjatë të komentimeve me ngjarjet më të fundit. Ditën e djeshme ishte një ditë e shënuar, një ditë e shënuar për Louise Ailey, një personazh i cili në fakt në Big Brother na ka bërë për vete të gjithëve, i vetmi personazh që bëri një mendje të gjithë shqiptarët, nga që shqiptarët nuk para bëhen një mendje, i vetmi personazh të cilin e admiruan, e dashuruan, e duartrokitën dhe i qëndruan besnik deri në fund. Nga dëshira e madhe e audiencës për ta patur Luizin sa më pranë, për të jetuar momente me Luizin, për të marrë në fakt nga emocioni që di të falë vetëm Louise Ailey, për të marrë nga energjia që di të transmetoj Louise Ailey, Louise Ailey e mendoi gjëre gjatë se cila do të ishte ajo gjëja që do ta mbërthente më shumë audiencën për ekrani. Në fakt, ndoshta mendimi për të bërë një emision erdhi nga maratona e gjatë e premierës së filmit Loja e fundit. Duhet thënë kjo, duhet pranuar kjo, do me thënë duhet thënë me zë të larë që Luizi edhe Kiara ishin të vetmit aktor, le ta themi, sepse në filmin e tyre ato janë aktor, që filmi i tyre u dha në një premier të pafund, një premier që zgjati, nëse nuk gabohem, 2 muaj me radhë dhe u transmetua në për të gjithë vendet ku jetojnë shqiptar, nga Shqipëria deri në Kanadan e largët. Do me thënë, kudo që janë shqiptarët ishte premiera e Lojës së fundit. Dhe në një analizë jam i bindur që ka bërë Louise Ailey, sepse ekskluzivitetin e parë të emisionit të tij ma dha mua në intervistë, e pash që Louise Ailey dëshironte që të shkonë përtej saj, do me thënë të mos të jetë vetëm në takim në përpremiera me shqiptarët, me publikun e tij, por të jetë një maraton më e gjatë, do me thënë të me javë për javë dhe live me Luizin është një show që do të na sjellë një super adrenalin, është një platformë e bukur e menduar gjatë nga ana e Luizit, por e shtruar edhe në tryezën e Top Channelit për të ardhur çdo të premte tek publiku shqiptar. Kam patur shumë pyetje Tiron, cila është data që do të starton emisioni. Në fakt nuk ka dalë një datë. Luizi tha që do të jetë nga mesi i shtatorit, do me thënë ato 2 javët e fundit të shtatorit, epizodi i parë. Besoj që do të starton më herët se muaj tetor, nga që në muajin dhjetor planifikojnë që të jepet Big Brotheri në televizionin Top Channel dhe nuk ma merr mendja që Luizi do t'ja merr atë ekskluzivitetin, por për t'ju dhënë më shumë rëndësi banorëve, mendoj që do të prekën pak si emision edhe gjatë javëve të Big Brother. Luizi do me thënë po vjen me shumë dashuri, e shikoj që po e pret me shumë entuziazëm këtë rrugtim, është një rrugtim që do ta mbërthej për ekrani, është një rrugtim që do ta mbaj për publiku dhe është një rrugtim që jam i bindur që Luizi do të nxjerrë edhe një dimension tjetër të vetes, që ndoshta nuk e ka njohur më herët, apo nuk e ka parë më herët, apo nuk e ka takuar më herët këtë dimensionin. Do me thënë, do të jetë një Luiz tjetër i veçantë që unë e pres me shumë dashuri. Pyetjet që tash më shtrohen te publiku përveç studios, komoditeti që do të kenë personazhet, më falni, që do të jenë të ftuar në emisionin e Luizit, luksi që do të ketë ajo studio, që me patjetër do të ketë një luks të papar, sepse Top Channeli me patjetër që do t'i dhuroj një vëmendje të veçantë studios së Luizit, sepse vet Luizi
ka gjitha ato klikime, sot luftojmë për klikime dhe jo më kot është i përzgjedhur nga televizioni Top Channel. Përpos këtyre më pyesin Tiron si mendon, a do t'jetë Kiara personazhja e parë e ftuar në live me Luin, pasi që Luizi ka qenë nisma e saj gjithmonë i pari në rrugtime që Kiara ka bërë. Unë mendoj që këto ngjarje janë lodër për derë, do me thënë e ka bërë Luizi, do ta bëj dhe Kiara. Nuk ma merr mendja që Kiara do t'jetë gjithmonë te emisioni Luizit, por që do t'jetë pjesë e një interviste, me patjetër që po, do t'jetë një intervistë shumë e bukur. Unë mendoj që Luizi këtë ekskluzivitetin nuk do t'ja jep publiku që në episodin e parë, do me thënë me Kiarën si të ftuar, por Kiara do t'jetë në episodet e radhës, ku shikueshmëria do të ketë rritje dhe për të qenë publiku pak në angë, do me thënë të presin se çfarë do të thot Kiara në një përballje me Luizin në një intervistë, me patjetër që do të jetë. Do me thënë nuk e diskutoj fare që Kiara do të jetë në një nga të premtet e Luizit, duke dhënë ekskluzivitetet më të bukura, por edhe duke ndarë ndoshta video nga përditshmëria e tyre, nga shtëpia e tyre, por pse jo, edhe një kamerë fshet në shtëpi nga ana e Luit për Kiarën. Do me thënë, jam shumë i bindur që do të jetë një emision me shumë ngjyra, ku në këtë formë do të përfshihen edhe të gjithë personazhet e tjerë të cilët do të kenë fatin që të jenë pjesë e emisionit live me Luizin. Ky emision është pritur jashtëzakonisht bukur nga shqiptarët, do me thënë vetëm një promo e thjeshtë që realisht nuk është asnjë promo, por është një mini reklam që televizioni Top Channel ka bërë me Luizin si protagonist në emisionin e tij, duke zbuluar emrin e emisionit edhe duke zbuluar atë shenjën e mbretit. Kjo tregon që publiku e pret me shumë entuziazëm. Do me thënë, kemi një vjesht edhe një dimër shumë të bukur që do të komentojmë shumë gjëra. Unë jam i bindur që Luizi nëpërmjet emisionit të tij do të ketë edhe shumë ekskluzivitete që ndoshta për herë të parë do t'i thot në emisionin e tij, por e shoh një rrugtim shumë të bukur. Do me thënë çifti Tito dhe Eili po sjellin gjëra glamuroze në televizionin Top Channel, ku për herë të parë do me thënë do dalin në një dimensionin e tyre. Mua më pëlqen kjo gjë dhe unë e kam parë me thënë drejtën këtë potencialin të Luizit dhe nuk e dyshoj që Luiz Eili ka potencialin që të jetë më i suksesshmi, më i shikuari dhe i pari në këtë drejtim. Unë i uroj të gjitha të mirat, uroj me zemër që ky fat ta mpri, do me thënë, gjithmonë në jetë dhe të na falë gjithmonë këtë adrenalinën e bukur, këtë pozitivitetin që di të falë vetëm Luiz Eili. Ju vazhdoni të më ndiqni mua me subscribe në kanalin Monitor TV. Këtu në fakt ku ne i hedhim të gjitha videot e plota që kanë të bëjnë me histori të ndryshme të personazheve publik dhe shkruani komente, jepni mendimin tuaj rreth këtyre ngjarjeve që në fakt janë ngjarje shumë të bukura.